substanca të cilat atakojnë pastaj fëmijët edhe me që përmende edhe sigurinë emocionale. Kjo mbase mund të futet edhe në këtë kuadër. Keni marrë masa, do të merrni masa dhe çfarë do të ndodh pikërisht me këtë shqetësim që është vërtet alarmuese për prindërin. Po janë dy komponente që janë identifikuar gjatë vlerësimit. Një janë objektet që janë në afërsi të shkollave, që shesin jo vetëm substanca psikotropike, po mund të shesin edhe cigare për fëmijë apo substanca që kërkohet që të jenë mbi moshën 18 vjeçare, dhe objektet, të them, objektet që janë aftësi, minimarketet apo shitore të ndryshme nuk e respektojnë këtë, dhe me inspeksionin do të drejtojmë dhe inspeksionit rregull dhe inspeksionit komunal që të fillon të bën kontrollin e këtyre hapësirave, mirë po sa i përket personave që shesin substanca të ndaluara, në këtë rast substanca psikotropike dhe narkotike. Policia e Kryeqytetit vetëm se ka rrit numrin e zyrtarëve që mirret me trajtimin e çështjeve të drogës, dhe do të rritet edhe numri i zyrtarëve policor që do të bën kontrolla më efikase, jo pse deri tani nuk ka ndodhur, po për fat keq. Një për problemet që është identifikuar është edhe përdorimi i narkotikëve në dhe afërsi të shkollave dhe ulja po atë desha them, ulja e moshës së përdoruesve. Tani kemi edhe përdorues me 13-14 vjeç, që është jashtëzakonisht shumë shqetësuese për ne si komunitet i sigurisë, por edhe për prindërit dhe institucionet tjera arsimore. Pra, edhe në këtë aspekt duhet një bashkëpunim i ngushtë me prindërit, me këshillit e prindëve, në mënyrë që të adresojmë edhe këtë problematik. Ne nga ana jonë do të miremi aspektin e parandalimit dhe hetimit dhe zbulimit bashkëpunim me policinë e Kryeqytetit, mirë po jetë edhe institucione arsimore dhe këshillit prindëve dhe prindëve që të luajnë rolin e tyre dhe detyrën e tyre.